Banorët ishin ulur në koltuk, secili në vendin e vet, me shikime të përqendruara dhe një atmosferë të rënduar që ndihej në ajër. Dritat e sallës I jepnin hapësirës një ndriçim të ftohtë, ndërsa heshtja thyej vetëm nga frymëmarrjet e qeta dhe ndonjë lëvizje e lehtë. Ishte një nga ato momente kur të gjithë e dinin se diçka e fortë do të thuhej, por askush nuk ishte I sigurt se nga kush. Labi, I mbështetur pak përpara në koltukun e tij, me duart e bashkuara dhe një shprehje serioze në fytyrë, e thyen heshtjen. Zëri I tij është I prerë, I vendosur, pa asnjë hezitim. Ai I drejtohet Albes drejt për drejt, duke e parë në sy, sikur të donte që çdo fjalë të kishte peshën maksimale. Po ta kisha unë në dorë, thot ai me ton të ashpër, do e kisha dënuar 5 vjet burr. 5 vjet të plota, që të kuptohet se veprimet kanë pasoja. Në sallë ndihet një lëvizje e lehtë, disa banorë ndërrojnë pozicion, të tjerë mbajnë frymën. Labi vazhdon pa u ndalur, jo vetëm kaq, por edhe 120.000 euro gjobë. Sepse jo gjithçka lahet me fjalë apo justifikime. Alba qëndron e heshtur, me shikimin e ngulur diku përpara, ndërsa fjalët e Labit bien njëra pas tjetrës sigur. Ai nuk e ultonin, përkundrazi, duket sikur çdo fjalë I vjen nga një ndjenjë e grumbulluar prej kohësh. Dhe mbi të gjitha, shton ai, do t'i ndaloja të drejtën e fjalës për 5 vite. Sepse ndonjëherë, heshtja është dënimi më I madh. Atmosfera bëhet edhe më e rëndë. Disa nga banorët shikojnë nga Alba, disa nga Labi, ndërsa të tjerë preferojnë të ulin syt, sikur të mos duan të përfshihen në tensionin që po rritet. Nuk është thjesht një deklaratë e fortë, është një qëndrim, një mesazh për rregull, drejtësi dhe kufi. Labi mbështetet sërish pas koltukut, duke marrë frymë thellë, sikur të ketë hequr një barë nga kraharori. Fjalët e tij vazhdojnë të qëndrojnë pezull në ajër, duke lënë gjurmë tek të gjithë. Alba mbetet e qetë, por në fytyrën e saj lexohet përzierja e habis, zemërimit dhe reflektimit. Ky moment nuk është